Mund ta keni vënë re, protesta nisi me Zvërnecin dhe Zvërneci sot është harruar. Pse është harruar? Sepse besoj unë, shumë shpejt u kuptua që realiteti i fakteve ishte i ndryshëm nga çfarë njerëzit kishin perceptuar përmes kanaleve të dizinformimit. Realiteti i fakteve, për shembull, nuk është që qeveria shiti Adheun, shiti Sazanin, shiti Zvërnecin. Realiteti i fakteve është krejt i kundërt, që aty ku qeveria ka përgjegjësi si përfaqësuese e interesit publik dhe si zotruese administratore e pronës publike, qeveria jo vetëm që nuk ka bërë shitje, por sot që flasim edhe tani që flasim bashkë, për shkak se qeveria ka pasur një pozicion dhe ka një pozicion shumë të qartë në negociata me palën tjetër që shteti shqiptar duhet të jetë pjesë si pronar në këtë sipërmarrje, nuk kemi akoma një marrëveshje. Kjo është e vërteta.